Shorti elektronik në gjykatën e krimeve të rënda kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar trupën gjykuese që do të shqyrtoj dosjen ndaj kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, i akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Relatore e çështjes është Elsa Ulliri, ndërsa në përbërje të trupës janë edhe gjyqtarët Besmir Stroka dhe Irina Gjoka. Në këtë dosje bashkë me Benet Becin janë marrë të pandehur edhe 6 bashkëpunëtor të tij. E njëjta treshe gjyqtarësh që do të vendosë edhe për kërkesën e të pandehurve për të gjykuar me gjykim të shkurtuar, kërkesë e paraqitur në seancën e fundit në GKK. Sipas PAK, Benet Beci akuzohet se ka shkelur barazinë mes operatorëve në një tender konsulence të zhvilluar nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare në vitin 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik në vlerën e 96.5 milion lekëve. Hetimi ka nisur pas referimit të akteve nga Byroja Kombëtare e Hetimit, pas sekuestrimit të celularëve në banesën e Evis Berberit. Në dosjen hetimore të SPAK përfshihen edhe komunikime të vet Benet Becit dhe Evis Berberit, në atë kohë me detyrë drejtori i Agjencisë dhe Eficiencës së Energjisë. Aty përfshihet edhe një komunikim ku Dritan Dakoli i dërgon shtetasit Evis Berberi një mesazh me përmbajtjen Harvardi për kesh. Më than hidhi një sy, i thash këtë e kanë bërë profesorët, çfarë mund të themi në të shkretët me 2 klas shkollë. Evis Berberi përgjigjet me SMS me tekstin e një buzëqeshje dhe përgjigjen kush ta çoi.